Frutat e shtokut konsiderohen si ari i zi në mjekësinë popullore. Ky frut, kur arrin dhe piqet, është i pasur me antioksidant tepër të dobishëm për shëndetin. Ato përmbajnë hekur, kalium, fosfor, bakër, vitamin A, B, C, proteina dhe fibra dietike. Vitin e kaluar, frutin e shtokut e kemi bërë shurup dhe shumë prej jush e kanë vlerësuar recetën. Si vjet, përveç shurupit, frutat e shtokut do t'i thajmë dhe do t'i përdorim për çaj. Është e rëndësishme që për çdo pijë mjekësore që mbledhim në natyrë të kemi informacionin e duhur dhe ta njohim para se ta mbledhim. Duhet të bëni kujdes pasi është një frut që nuk konsumohet direkt nga pema. Përfitimet e tij shëndetësore janë pasi është tar ose kur është zier dhe përgatitet si shurup. Tharjen e frutave e bëjmë gjithmonë në një vend të errët dhe të ngrohtë. Mënyra se si përgatitet një lugë çaji për një filxhan, shtojmë ujë të nxehtë dhe do ta lëmë për 7 deri në 10 minuta. Çajin e frutave të shtokut mund ta ëmbëlsoni sipas dëshirës ose ta pini shqeto. Përfitimet shëndetësore do jenë të shkruara poshtë videos. Ju përshëndes.